Si mendoni, a ka marrë urdhër Altin Dumani për të çuar përpara dosjen e Charles McGonigal në Shqipëri nga zyrtarët amerikanë me të cilët ai u takua në vizitën e tij të fundit? Altin Dumani është kryetari aktual i SPAK-ut. Cili do të jetë, besoj se i mbaron mandati edhe pa kohë dhe do të zgjidhet një kryetar i ri i SPAK-ut. Cili do qoftë kryetari i SPAK-ut, çështjet e hapura dhe çështjet e rëndësishme të partnerëve tanë do të ecin përpara. Ky është mendimi im personal. Ndërkohë, së fundmi mediat italiane kanë publikuar një investigim sipas të cilit njerëz të kryeministrit Edi Rama janë kapur në përgjime në ishullin Aruba, ku flitet për çështje pazaresh dhe pastrim parash në sektorin e ndërtimit. Çfarë do të thotë ky skandal për vetë Edi Ramën, por edhe mënyrën se si funksionon qeveria shqiptare? Këtu bëhet fjalë për një ngjarje që ka ndodhur në vitin 2019, por që tregon skemën ndërkohë se si vijohet dhe që është përforcuar në një farë mënyre edhe nga kryeministri Edi Rama para pak ditësh, i cili theksoi se biznesmen ndryshëm, emigrantë etj. Do duhet vinë në Shqipëri që të investojnë në sektorin e ndërtimit, duke qenë se me antarësimin në Bashkimin Evropian pronat në Shqipëri do të dyfishohen. Pra çmimi i pronave. Bardh, ne njihemi prej shumë kohësh dhe më vjen keq domethënë që dhe unë kam shumë respekt për ju, por më vjen keq që kjo është surprizë për ju. Nuk duhet të jetë surprizë as për ju gazetarët që njihni shumë më tepër, e as për publikun e thjesht nuk duhet të jetë surprizë. Shteti shqiptar është një enterprise, i thon anglisht, është një sipërmarrje, do të ishte shqip, e krimit të organizuar ndërkombëtar. Dikur ka qenë marrëdhënie midis dyja palëve, Paris dhe krimit, sot është një ndërthurje e të dyja palëve, sepse të dyja bashkë funksionojnë si një grup i vetëm që kontrollon shtetin, sundon shqiptarët, i mban ata si sklever e të tjerë. Pra, nuk është surprizë, nuk ka pse të surprizohemi. Si mund të jetë surprizë kur e njëjta gjë ndodhi me ish-ministrin e Brendshëm Samir Tahiri? Si mund të jetë surprizë kur e njëjta gjë ndodh me ish-kryetarin e Bashkisë Erion Velia, cilin e shkarkuan duke lar duart pas tij, ndërkohë janë të gjithë bashkë aty brenda. Si mund të jetë surprizë kur ish kryetare e një komisioni të rëndësishëm në parlament ishte pjesë e këtyre pazareve? Si mund të jetë surprizë ku shumë shpejt ku një ish-ministër financash është i arratisur dhe jeton në një vend jashtëzakonisht shumë të shtrenjtë me para të vjedhura? Si mund të jetë surprizë ku funksionarët e asaj që quhet opozita, që kanë 12 vjet në opozitë, 12 vjet pa pasur të drejtë në tendera sepse sipas tyre kontrollohet gjithçka nga Edi Rama, por pasuritë e tyre janë shumë fishuar, pronat e tyre janë shumë fishuar, ata jetojnë në luks të thellë. Ku e gjetën këta këtë aftësi, këta aftësi pazarbërse në opozit? Pra, të gjitha palët janë të përlyera aq keq sa që nuk ka se si të jetë surprizë. Pse duhet të jetë surprizë? Kjo është një gjë që normalisht ndodh. Ajo që duhet pyesim është që pse tani po bëhet e publike kjo punë dhe pse nga një media italiane. Ndoshta kjo do të na jepte një lloj shpjegimi për uljen në gjunjë të kryeministrit ton 2 metrosh përpara zonjës së nderuar kryeministrit të Italisë, zonjës Meloni. Ndoshta kjo do të na shpjegonte shumë çka tjetër nga sjelljet e kryeministrit ton, por vetëm surprizë kjo nuk është. Është e pritshme, është e ditur. Mjafton që njerëzit, për shembull, ju vetë keni lexuar librin tim, librat e Shenasi Ramës, Valbona Karanxhës, ku të shkruara në fillim vitet 2010, ku të gjitha këto janë të shtruara dhe të parashikuara shumë qartë. A mendoni se kjo, ky skandal apo ky investigim nga mediat italiane mund ta rrezikojë kryeministrin Edi Rama, apo do të përfundojë si që ndodh zakonisht në heshtje dhe do të mbulohet nga skandalet tjera apo nga propaganda e vetë qeverisë? Kryeministri do të gjejë një mënyrë për të përgjigjur, ose me heshtje, ose me ndonjë hedhje në gjyq, siç e ka zakon, ku bën zhurmë për asgjë. Mirë po, unë nuk mendoj që çështja këtë herë është kaq e thjeshtë.
Sigurisht që pas çdo lloj dalje publike ka interesa të tjerë, nuk do të habitesha që tu t'jen prekur interesat e njërës palë dhe ndaj dhe ky është një lloj shantazhi që i bëhet kryeministrit aktual nga palë të ndryshme, por kur je pjesë e një sindikate ndërkombëtare të krimit, sigurisht që do të përballesh me këto lloj shantazhesh, me këto lloj dinamikash. Kryeministri i shtetit shqiptar sot, që është kryeministri plot fuqishëm, kontrollon gjithçka, në Shqipëri ka tashmë një diktaturë jakobine, është i rrezikuar edhe nëse kjo do të kalojë. Për shkak se çdo gjë kalon, por nuk harrohet në shtetet normale, dhe ai është peng i veprimeve të veta, është peng i krimeve të veta, është peng i hajnisëve, ashtu siç janë dhe të tjerët. Ilir Meta është sot në burg, Sali Berisha është drejt burgut, një mosh shumë të thyer, që nuk mund të jetë gjë e këndshme për askënd. Pra, ta të gjithë janë sjellë në një farë mënyre, duke menduar se do t'ja hedhin. Madje tani ka dhe një mod të fundit që mendojnë se vdekja do t'i lajë të gjithë dhe kur të vdesin do duhet t'ju këndojmë ditirambe, t'ju thurim ditirambe dhe t'i lavdërojmë, sepse për të vdekurit nuk flitet keq sipas zakonit. Por nuk është ashtu. Njeriu gjykohet sipas veprimeve dhe ata do të gjykohen sipas veprimeve të tyre. Drejtësia mund të veprojë sot, mund të veprojë në një të ardhme të afërt, ose mund të veprojë shumë më larg, ose mund të mos veprojë fare, sepse ka lidhje me interesat e shteteve përkatëse, Italisë në këtë rast ose me të Shtetet e Bashkuara në rastin tjetër. Por në çdo rast e vërteta është ajo që mbetet, dhe e vërteta e thjeshtë është që këta janë hajnat popullit të tyre, shihen si hajna nga gjithë komunitetin ndërkombëtar, nuk i sheh kush si shtetar dhe trajtohen si të tillë në marrëdhëniet e përditshme. A mendoni se Shtetet e Bashkuara të Amerikës, konkretisht administrata Donald Trump, ka një listë të zezë për zyrtarët shqiptar të korruptuar dhe ai që mund të evidentohet më shumë në këtë rast mund të jetë kryeministri Edi Rama, nisur nga dosja e tij Charles Megonigal? Mënyra se si e bët pyetjen, përgjigja do të ishte jo. Nuk ka një listë të zezë të administratës Trump, ka një listë të zezë të shtetit amerikan, ku janë të gjithë shtetarët shqiptar që kanë vjedhur nga 90-ta e këtej. Sigurisht që pjesa e dytë e pyetjes tuaj është vërtet, pra a rrezikohen të gjitha, se më thënë, sidomos që nga viti 2017 e këtej, këta kanë bërë çuditëra, këta që janë sot në pushtet. Kanë bërë çuditëra, kanë hyrë në lidhje të paimagjinueshme. Sigurisht që kjo është evidentuar, sigurisht që të gjitha dihen, sigurisht që ka një listë atyre që kanë bërë gjithçka. Por duhet t'ju kujtoj diçka, në vitin 2016, një ish ambasador jo fort i dashur, sepse u bë i padashur për të gjitha palët, Donald Liu, që ishte profesionist i asaj pune, me një njoftim publik solli 140 deputet në sallë, të cilët votuan me një këmbë, madje edhe në majt gishtave, sipas disa fjalëve që unë pata nga gazetarë që ishin aty, për ligjin e spakut dhe për drejtësinë e re. Këtë drejtësinë e re që e shajnë sot, sepse ju ka cënuar disi interesat. Pse e bën këtë punë? E bën sepse një ishin të kapur dhe dinin që kishin dosjet e tyre, dhe së dyti e dinin që mendonin që do t'ja hidhnin edhe këtë herë. Ju ka dalë pak si më ndryshe kjo punë dhe tani do të luftojnë për ta zhbërë spakun. Ky është mandati i qeverisë Rama sot, është zhbërja e spakut. Të gjitha të tjerat janë kasht që i hidhet syve publikut. E vetmja gjë e rëndësishme që ka për detyrë Edi Rama në këtë mandat është të zhbëjë spakun me anë të komisionit Xhafa, me anë të ligjeve, me anë të ndryshimit. Në fundit, fisheku i fundit që kanë do jetë ndryshimi i kushtetutës dhe do ta paraqesin si ide e opozitës, që hapje ndaj opozitës dhe do ndryshojnë kushtetutën e të tjerë. Asaj shërben edhe ajo gjetja me 101 deputet që kryeministri Rama mendon se me shumë dinakëri e hodhin treg për ta testuar, për të parë se si do të reagojnë ndërkombëtarët.